urgjente është që të punohet së pari me prindrit e fëmijëve. Unë me disa kolegë të mi, me qenë se ne nuk kemi drejt të bëjmë ligje, mirë po me disa kolegë të mi jemi duke draftuar një projekt propozim që të dënohen edhe prindrit kur fëmijët në moshë minore kryen krime. Është fjala pra për krimet e cilat janë me paramendim dhe jo ato në afekt, për arsye se shumica e prindërve po e hekin përgjithësinë nga supet e tyre duke thënë që fëmia më ka dalë dorësh dhe asun nuk po kam çka mi bëj fëmijës tam. Kjo është pa përgjithësi totale dhe në këtë mënyrë pra duhet edhe ata prindër pra të mbajnë përgjithësi për krimet me paramendim që i bëjnë fëmijët e tyre. E marrim rastin për shembull në Serbi vjet që ka ndodhur ajo vrasja masive ku një adoleshent i vret bashkëmoshatarët e vet, para 2-3 muajsh prindi i tij është dënuar me 14 vite gjysmë burg për shkak se ka marrur vazhdimisht fëmijën e tij në poligonçitje për ta mësuar se si të përdoren armët dhe si të shlihen me armë. Pra edhe tek ne duhet të bëjmë ligjet e tilla që prindërit e papërgjithshëm të mbajnë përgjegjësinë për shkak se nuk është e lehtë për neve ndoshta ne duhet të flasim për këto fenomene negative, mirë po mos harrojmë se këto familje të cilët po i humbin fëmijët e tyre, thjesht jeta e tyre është shkatruar. Përderisa jemi duke fol, po raportohet për një gjuajtje me armë zjarri në Prishtinë dhe të paktën një person të plagosur, do të presim për konfirmim zyrtar për i policisë Kosovës lidhur me këtë rast. E kanë edhe efektin zinxhiror dhe shpresojmë që të paktën të përfundojmë me këtë plagosje sa i përket për një kohë të caktuar. Për shkak se vrasjet me tempo të tillë të cilën ne jemi duke punuar, apo më mirë themi se jemi duke punuar fare, normalisht që nuk do ndalen. Ndërkaq Bobaj, a dihen në analizat që i bëni, a dihen motivet edhe rastet, profilet e njerëzve që i kryen këto vepra, qa i qonë deri tek përdorimi i armës, duke shtitë një person tjetër? Shiko, tash me folë në mënyrë mekanike, ma thjeshtë, nëse fillojmë e analizojmë na vetë, që ka shohim në media ose që ka vinë rastet e na, çdo dhunë verbale kalon në dhunën emocionale, psiqike edhe kalon në dhunën fizike. Çdo dhunë fizike herë të vonë ka me përfundu me vrasje. Po flas për dhunat familje të cilat shumë fëmijë ose të rinj rriten në rreth të tillë. Edhe për fat keq